Përshëndetje. Në flasin për sa përket të parashikimit të datës 25 dhjetor të 2025-s. Tingëllon shumë bukur. 25 i 12 25. Kjo do të thot një ditë e shënuar botëror. Kemi Krishtlindjet. Gëzuar. Shtëpi e bukurin në familjen tuaj. Gazë e lumturi dhe qofshin të bardha dhe vetëm shëndet paçi. Gëzuar. Një ditë që ka harmonin, ka familjen, ka gëzimin, ka dhe lumturin. Kjo ditë qofte e mbar për gjithë shqiptarët, ku do ndodhen, krishterë dhe musliman, bektashi e katolik, pa dallim feje, për Shqipërinë dhe gëzuar. Nuk ka dallim, se ne shqiptarët e kemi këtë dhe jemi të vetmit në botë që e festojmë. Dhe vëllezërit dhe motrat tona në çdo drejtim, çdo pikë synim që i vëm vetes e kemi dhe është tradita jonë, që këtë nuk e ka asnjë në botë. Kaq të mbledhur në një grusht të vetëm dhe gëzuar në çdo aspekt të jetës suaj. Kjo ditë na mëson shumë gjëra. Kemi një përfat mirë, një do krijuesi çfarë do thotë robi. Kemi një ndikim shumë të mirë planetar që është Afrodita. Afrodita është dashuria. Afrodita është komunikimi. Afrodita është pasuria, por megjitha është jeta. Afrodita në një trekëndësh që bën me Merkurin, ku është komunikimi, dhe mundësia një trekëndësh mjaft favorit, ku na ndihmon për çdo gjë që neve kërkojmë dhe duam. Megjithatë, është edhe momenti dhe koha që neve perceptojmë, rregullojmë dhe stabilizojmë. Megjithatë, çdo gjë që ndodh, çdo gjë që realizohet, çdo gjë që kuptohet, neve dim shumë mirë ta stabilizojmë dhe t'i arrijmë qëllimin tonë. Por pas se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për një parashikim të detajuar, nëse dëshironi ose doni që të dini, atëherë kemi faqen roz, shkon atje. Atje mund të shikoni se çfarë juve doni dhe çfarë keni mundësinë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, në lidhje me ndikimet që kanë të bëjnë dhe jo vetëm. Duke pasur parasysh për sa i përket mundësisë dhe rëndësisë, ka të bëjnë shumë në lidhje me ndikimet dhe favorizimet që japin mundësi dhe çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e financave. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë në kuptimin e mirë të fjalës, duke pasur parasysh në favorizime. Megjithatë, është një kohë shumë e përshtatshme në çështjet që kanë të bëjnë në ekonomi dhe në vazhdimsi. Por mos u shqetësoni dhe mos debatoni për gjëra që nuk ja vlen. Çfarë nuk ja vlen? Nuk ja vlen sepse juve jeni në anën më të mirë të mundshme tuaja dhe jeni në lidhje me disa takime, disa vendime që do të merrni tani e tutje. Është momenti dhe koha e ndryshimeve dhe e vendimeve. Por gjithsesi, nëse juve interesoni për parashikim të detajuar dhe doni të bëni një abonim, atëherë keni pikërisht astrologikal e shikoni dhe vetë, nuk kam çfarë do them unë, merrni bleni paketë dhe jeni gati për të dërguar mesazhin tuaj dhe flasni bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Për që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, doni të dërgoni një mesazh. Si ta dërgoni këtë mesazh kur juve shikoni që nuk ikën mesazhi? Nuk ikën sepse duhet bëni subscribe. Nuk kërkojmë as çështje paraja, as çështje, por ju merr disa sekonda për të
tu abonuar. Abonimi do të thotë që juve mund të klikoni dhe merrni direkt mesazhet dhe vjen në duke parë dhe shikoni që mund ta dërgoni mesazhin dhe lexohen. Ndërkohë që lexohet e dini që juve keni bërë subscribe dhe jeni gati për të marrë përgjigjen. Në çështjet gjëra të tjera që do të keni ose në juve që doni që të merrni parashikime, ku diun, ose të keni gjëra të tjera të tipit që mund të dërgoni mesazh personal, individual, atë kemi membership. Kjo do të thotë që juve mund të ta dërgoni dhe të shikoni se si mund të merrni përgjigjen në individuale. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do të thotë shenja e dashit. Për ju që është dashit duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që kërkon mjaft vëmendje, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket vendimeve që do të merrni dhe kohës duhur për anën edhe biznesin, sepse ka të bëjë shumë me biznesin dhe është një moment mjaft pozitiv për të stabilizuar çështjet ekonomike. Në dashuri duket se keni të bëni me bricaptë dhe diçit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, meqenëse demi nganjëherë i ngadarron gjërat, por jo se harron, por ka të bëjnë shumë me çështjet e vendimeve të rëndësishme dhe kohën e duhur për të zgjidhur problematikat e ndryshme në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht dhe diçit të parë dhe me bricap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket çështjes së binjakëve, duket se kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme dhe koha që ndikon, rrezaton anën tuaj, është një mundësi mjaft e mirë për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me anën pozitive, ku ka të bëjnë me ndikimet dhe ndryshimet e mëdha, sepse nuk diskutohet, është e pamundur mos diskutohet për anën ekonomike financiare, për gjërat që do të bëjnë në biznes dhe në karrierë. Është koha që do të shikoni gjërat të rregullohen, të stabilizohen në anën tuaj. Megjithatë, është një mundësi shumë e mirë, tepër pozitive për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Periudha dhe koha që është në anën tuaj, duke pasur parasysh edhe periudhën, momentin, mundësitë arta që keni, është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve dhe kohës së duhur për stabilizimin ekonomiko-financiar dhe ndryshimet të mëdha që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorët e diçit të parë dhe me virgjëresht dhe diçit të tretë, është diçka shumë pozitive. Mini pas se do t'ja vlej. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket shenjës së gaforës, duket se kjo periudhë është mjaft e mirë, një periudhë që vërtet ju ndihmon në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa vendime të rëndësishme, por megjithatë është momenti dhe koha e rëndësishme për zgjidhje të problematikave, për zgjidhje të çështjeve madhore, që duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me takime, lidhje me bisedime dhe çështjeve që kanë të bëjnë me ekonomi. Megjithatë, juve që keni pasur disa probleme dhe mundësi të arta për zgjidhur problemin tuaj, edhe pse keni pasur gjëra që nuk janë realizuar siç duhet, por nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në lidhje me takimet dhe bisedimet që do të keni tani tutje, është koha dhe momenti më i mirë, më i mbar në anën e biznesit, në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merrni, por jo se ka diçka që nuk shkon ose diçka që juve keni dhe si mundësi, por kjo periudhë është periudha juaj, është momenti juaj që do të shikoni, kur gjërat do të ndikojnë, do të diktojnë në anën tuaj dhe në momentin e duhur për sa i përket zgjidhjes së problematikave që keni pasur ose keni diçka mjaft pozitive, duhet pasur pak vëmendjen, kujdes në lidhje me bisedimet që do të keni, në lidhje me disa persona të ndryshëm që mund të keni, një moment që juve mund të bisedoni për persona të rëndësishëm, sepse ngadonjëherë, edhe pse e keni problem ose keni gjëra që
nuk janë realizuar akoma, për një arsye për tjetër, sepse kjo varet nga personelet të ndryshme dhe punës të karrierës, ndryshimit që madh që keni, por është një moment mjaft e mirë dhe tepër pozitiv për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricap dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e luanëve. Çfarë ndodh me luanin? Luani këtë periudhë e ka të vetën, sepse edhe pse mundohet shumë të bëjë diçka, por nuk ja ka arritur qëllimit vet për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës dhe gjërave të tjera që do të diktojnë në fushën e ekonomisë dhe stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me peshk dhe diçit të tretë është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Për Virgjëresha të duket se tani në këtë periudhë kanë pasur disa keq kuptime dhe këto keq kuptime duket se kjo periudhë, edhe pse keni pasur probleme ose ndryshime të mëdha, duket se koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin tuaj dhe kjo duket se është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme për të arritur qëllimin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmt dhe diçit të parë, me bricap dhe diçit të tretë është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, çfarë ndodh me peshorët? Peshorët duket se kjo periudhë është periudha bisedimesh, konsultimesh në lidhje me disa probleme që keni pasur në të shkuar, dhe kjo zgjidhet pikërisht tani, sepse është koha juaj dhe momenti më mirë i mundshëm në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me luante dhe diçit të parë, me dëmtë dhe diçit të tretë, është koha më e mirë e mundshme, zhvillime dhe ndryshime të mëdha që kanë të bëjnë, është një moment shumë i mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe ndryshime të mëdha që keni, është momenti juaj dhe koha që percepton ardhmen atë që doni juve, me të dashurin tuaj, sidomos peshore dash, peshore gafore, peshore bricap, është koha juaj, bini pas, mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Çfarë do të me akrepët dhe ku akrepët kanë atë zëvendësimin ose mundësinë që jepet në fushën e karrierës së tyre ose në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit them unë sepse ka të bëjnë me një takim të rëndësishëm financiar dhe vendimet që merren në kohën e duhur është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që mund të merren tani tutje. Koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe është një kohë shumë e përshtatshme sepse do zgjidhni disa problematika të ndryshme. Kjo është momenti më i mirë i mundshëm për të parë se çfarë do të bëni në kohën e duhur dhe në momentin që juve keni mundësi ose doni të realizoni në anën tuaj më të mirë të mundshme në ekonomi dhe në stabilizimin e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshkët dhe diçit të parë dhe luantë dhe diçit të tretë, është koha më e mirë e mundshme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Çfarë ndodh me shigjetarët dhe ku shigjetarët kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemin e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë, sepse me punën nuk e kanë problem, por me dashurinë kërkohet pa kujdes, sidomos lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht dhe me peshk të diçit të dytë. Kujdes sepse mund të grinden. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për bricjapët mund të flas shumë gjithë ditën, do thosha unë, sepse kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të nisur diçka të re në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve të mëdha që ata kanë. Është një moment shumë i mirë për zgjidhje të konflikteve dhe të problematikave të ndryshme që ata kanë, por mos harrojmë sepse bricap gafore, bricap peshore është momenti, koha e duhur për zgjidhje të problematikave të ndryshme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Çfarë ndodh me ujorët? Ujorët duket se tani kanë mundësinë dhe momentin e duhur në zgjidhje të problematikave të ndryshme, të kohës që kanë të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me dashurinë, ka të bëjnë me udhëtimet. Udhëtimet sidomos, që e fundit,
është një moment shumë i mirë sepse zgjidh disa konflikte të vjetra që kanë lënë pas dore. Megjithatë, është momenti më mirë i mundshëm për të zgjidhur problematikat dhe ndryshimet të mëdha që kanë tani tutje. Para se të shkoj tek peshqit, do të thosha për ujorët që do të kenë kujdes, vëmendje me akrep dhe gafore sepse mund të ndahen nëse kanë pasur thashatheme. Kanë dëgjuar thashatheme dhe duan që të zgjidhin një problem të madh, atëherë kujdes. Mos u nxitoni në këtë aspekt sepse është problem për juve. Shkojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për peshqit duket se kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të stabilizuar ekonominë tuaj. Një punë të dytë është e mundur të realizohet me bisedimet që do të bëni, por dhe një burim të ardhësh, pse jo, është koha juaj dhe momenti më ideal i që ndonjëherë. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me binjak dhe akrep janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj date kaq të rëndësishme nga krijuesi dhe nga universi të datës 25 dhjetor të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, nuk e të edhe njëherë, për gjithë juve të shikues të nderuar që ndodheni, a doni të dini parashkim të detajuar, keni pikërisht këtë datën këtu. Sepse në kohën e jo vetëm se ka mundësi dhe rëndësi të veçantë që ka të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin, por në datat të caktuara zgjidhet problemi. Atëherë, astrologu.al, duke bler paketën tuaj, na telefononi në numrin që shkoni në ekran, në WhatsApp apo Viber. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve, na doni të dërgoni mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Duke na bërë subscribe, jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë direkt përgjigje. Në një rupulla, jesë mira.